4 shenja që do të kenë fat të jashtëzakonshëm kur Jupiteri hyn në gafore këtë muaj, le të jemi me fat. Jupiteri, planeti i pasurisë dhe mundësive, po kthehet në zonën kardinale të gafores këtë muaj, duke sjellë me vete një valë të madhe fatmirësie. Më 18 tetor, Jupiteri hyn në shenjën e gafores, shenjë e ndjesive dhe energjisë që fokusohet tek shtëpia dhe familja. Ky është një moment i rëndësishëm, sepse Jupiteri është në eksaltim në gafore, që do të thotë se funksionon në nivelin e tij më të lartë, shpjegon Ashley Boyd, astrologe te Gamblizard. Jupiteri ka fuqinë për të zgjeruar gjithçka që preket nga ai. Në shenjën intuitive dhe të lidhur me familjen si gafora. Kjo zgjerim manifestohet përmes shërimit, vendosjes së kufive të shëndetshëm dhe forcimit të themeleve. Në nivel kolektiv, të gjithë do të përfitojmë nga kjo energji, e cila sjell thellësi, magji dhe ndjeshmëri. Boyd e përshkruan këtë tranzit si mbjelljen e farave në tokën më pjellore. Ky tranzit i Jupiterit është një dritë e gjelbër kozmike për çdo rritje që bazohet në autenticitetin emocional. Jo vetëm që do të shohim përparime në karrierë apo dukshmëri, por edhe në përputhje me vetveten dhe qëllimet tona, thot ajo, pavarësisht nëse bëhet fjalë për punën, krijimtarinë apo marrëdhëniet. Universi shpërblen ata që ndjekin intuitën e tyre dhe ushqejnë atë që ka më shumë rëndësi për ta. Boyd shton se energjia e tetorit favorizon ndryshime të qeta dhe të qëndrueshme, veçanërisht kur ky tranzit ndodh në fund të sezonit të peshores, një kohë kur balanca dhe rikalibrimi janë të nevojshëm, të kalosh kohë me familjen, të ribashkohesh me miq ose të bësh ndryshime të vogla personale mund të sjellin përparim të madh. Rritja gjatë kësaj periudhe nuk ka të bëjë me nxitimin për gjërat e reja, është për të besuar se përpjekjet e qëndrueshme të çojnë përpara. Ndërsa të gjitha shenjat do të ndjejnë ndikimin pozitiv të këtij tranziti, disa do të jenë veçanërisht me fat në aspektin financiar dhe të karrierës. Shenjat më të favorizuara janë: Gaforia, 21 qershor, 22 korrik. Ky është fillimi i një kapitulli të ri dhe të jashtëzakonshëm për ju, gafore. Çdo aspekt i jetës suaj po zgjerohet, karriera, njohja, vlerësimi nga të tjerët. Është koha për të dalë nga hija dhe për të treguar aftësitë tuaja të vërteta. Ju jeni heroi i historisë tuaj dhe universi po ju mbështet për të marrë vendimet që ju çojnë drejt suksesit dhe lumturisë. Mos keni frikë të pranoni dritën që ju takon. Mundohuni të shihni mundësitë që vijnë përpara dhe të përfitoni nga çdo çast për të rritur vetbesimin dhe ndikimin tuaj. Çdo përpjekje që bëni tani mund të sjellë rezultate të jashtëzakonshme dhe çdo hap drejt zhvillimit tuaj personal do t'ju afrojë më shumë tek ëndrat tuaja. Urime gafore. Demi, 20 prill, 20 maj, Jupiteri hyn në shtëpinë tuaj të tretë, atë të komunikimit, ideve dhe shoqërimit. Kjo periudhë mund të shpërthejë me mendime kreative, biseda dhe lidhje që mund të shndërrohen në mundësi financiare ose karriere. Mund të gjeni fjalët e duhura për të prezantuar një ide ose të ndesheni me diçka që ju ndihmon ta bëni vizionin tuaj të fitueshëm. Ajo inkurajon njerëzit e Demit të flasin dhe të guxojnë të ndajnë mendimet e tyre, mos i mbani mendimet vetëm për vete. Edhe një frymëzim i vogël mund të zhvillohet në një ide shumë më të madhe kur shpërndahet në bollë. Merrni iniciativën, vendosni artin tuaj në veprim dhe audienca e duhur do ta vlerësojë dhe do t'ju mbështesë. Virgjëresha, 23 gusht, 22 shtator, Jupiteri ndriçon shtëpinë tuaj të 11 atë të komunitetit, rrjeteve dhe objektivave afatgjata. Ky është një moment i shkëlqyer për të përqafuar punën në ekip dhe aleancat. Njohja dhe përparimi financiar mund të vinë nga njerëzit që vlerësojnë punën tuaj të palodhur dhe që janë gati t'ju ndihmojnë të bëni hapat e ardhshëm. Përparime të rëndësishme në karrierë mund të lindin nga ajo që dini dhe nga njerëzit që njihni. Për të ushqyer rrjetet tuaja, është e këshillueshme të bashkoheni me shoqata profesionale, të kontaktoni mentorët dhe kolegët, dhe të përpiqeni të merrni pjesë në takime dhe ngjarje grupore. Forcimi i lidhjeve sot mund t'ju sjellë mundësi të mëdha që keni pritur me padurim.
Britsjapi, 22 dhjetor, 19 janar, ky tranzit vendos theksin mbi shtëpinë tuaj të shtatë atë të marrëdhënieve dhe partneriteteve, duke treguar se lidhjet dhe bashkëpunimet do të luajnë një rol të rëndësishëm në karrierën dhe financat tuaja gjatë kësaj periudhe. Partneritetet e biznesit, mentorimet, apo edhe kontratat mund të sjellin mundësi të reja për rritje dhe zhvillim. Jupiteri në këtë shtëpi ju kujton se mbështetja tek të tjerët mund t'ju ndihmojë të stabilizoheni dhe të arrini qëllimet tuaja. Mos kini frikë të pranoni ndihmë dhe të bashkëpunoni. Përdorimi i burimeve të përbashkëta mund të sjellë përfitime për të gjitha palët e përfshira. Ju nuk keni nevojë të bëni gjithçka vetëm, partneriteti i duhur mund t'ju çojë më larg dhe më shpejt se çdo përpjekje individuale.